Asnjë takim privat nuk më impresionon. Asnjë takim privat. Absolutisht. Ndërkohë, do ndigjohet çdo zë brenda forumeve. Ky besoj, kjo është detyra ime, ky është parim për çdo forcë politike demokratike. Por ata që zgjedhin privatën, kanë bërë zgjedhjen e tyre. Juar pak pyetjen e kolegës. A keni pasur këto ditë takim me Ervin Saljanin apo Ilir Ali Mehmetin, kur them këto ditë pra pas nisjes së lëvizjes së tyre, dhe ajo a kanë shprehur në tryezë ose në zyrën tuaj të gjitha shqetësimet që ata kanë apo kërkesat, dhe kur kolegja foli edhe për sakrificë të ndonjë drejtuesi të Partisë Demokratike, lidhur dhe me pyetjen që unë ju bëra pak më parë, nëse rezulton që kanë përgjegjësi dhe drejtuesit politik nga analiza që ju do bëni, cila do të jetë përgjegjësia që do të mbajnë ata? Do i largoni? Do e përcaktojnë me votë, ne hym pas analizë, ne hym në shkojmë drejt Kongresit Zgjedhor. Ne shkojmë. Po, ka mendime, e them këtu, të qarta, që në Partinë Demokratike do të ndahen funksionet. Dhe kjo do ndodhë. Por të gjitha këto do bëhen me vullnetin e antarësisë Partisë Demokratike. Me vullnetin e demokratëve. Asgjë nga pozicione private. Jeni takuar me zotin Ali Mehmeti apo Ervin Saljanin këto ditë? Ilir Ali Mehmetin e kam pritur, ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Antari kryesisë Saljani nuk ka kërkuar. Ali Mehmeti ju ka sjellë ndonjë propozim, platformë, për çfarë keni biseduar? Asnjë platformë nuk ka sjellë, kemi bërë një bisedë dhe pak a shumë i kam thënë këto që po ju them ju. Ne kemi një statut, kemi një vullnet, tani nuk e ka thënë, asgjë thash edhe një herë, kjo ka qenë, por gjë ta di, kushdo. Për asnjë lloj qëndrimi, unë Edi Rams nuk i jepja luksin, nuk i jepja material kundër raportit të OSB Odirit, atë se bëja kurrë. Se u dy premtime të thjeshta kam patur. Kam premtuar se do mbroj votën dhe ripërsërita për këtë në kushte jo të lehta, ripërsërita 2001-shin. E mbrojta votën. Ja ku i keni. Por jo këtë me raportin. Ajo do ishte një tradhtim ndaj demokratëve. Në qoftë se unë bëja atë që më pretendohet. Erti me kërkesë të zotit Ali Mehmeti dhe a besoni që nga ky takim keni arritur të shuani? Ishte takim me grup, ishte një takim midis meje. Ilir Ali Mehmetit e kërkoj vetë, kryekëshilltar i opozitës në Bashkinë e Tiranës dhe drejtues i departamentit të shtetësisë në Partinë Demokratike. Absolutisht, unë pres me brenda orarit tim dhe mundësive të mia, po thuajse shumicën ndërmuese të atyre që kërkojnë takim. Zoti Berisha, paralelisht me foltorët, ju keni nisur një analizë të brendshme ku kërkoni të evidentohen faktorët dhe kandidatët të cilët kanë ndikuar negativisht në rezultat. Pak ditë më parë ju paralajmëruat që nuk do të ketë gjuetisht trigash, por apo kërkoni ata persona të cilët mund të kenë punuar për kundërshtarin politike para, dhe cilat janë kriteret që do të evidentojnë personat që kanë ndikuar negativisht në rezultat. Si fillim. Shumë e drejtë. Foltorja ka qëllim në vetë, një takim dhe debat hapur si që keni pa filtra, para kamerave, me mbështetësit tanë. Ne aty regjistrojmë propozimet e tyre,
shënojmë kritikat që ata bëjnë në mënyrë që të përmirësojnë, por do t'ishte jo e drejtë dhe jo reale në qoftë se do pretendohej se me këtë foltore ne ezaurojmë debatin e domosdoshëm të brendshëm parti, analizën e punës tonë. Ajo do bëhet në çdo qelisë. Absolutisht ne nuk jemi parti e gjahut shtrigave, por ne shëmbyll as nuk jemi. Ju e pat vetë, mbaruan zgjedhjet, pati nga ata demokrat që kishin marrë dhe rrogën e deputetit të Partisë Demokratike, të tjerë antar kryesie, e tjerë, që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Ashtu apo jo? Patet tjerë, dhe këto më mirë se unë i din vetë strukturat, që gjatë fushatës elektorale nuk kanë punuar një ditë. Nuk kanë punuar një ditë. Pati tjerë që shkuan me pushime në fushatë elektorale. Apo dhe që punuan për Partinë Socialiste. Natyrisht me këta do t'japin llogari. Dhe do jenë struktura që do përcaktojnë qëndrimin ndaj tyre. Kjo është gjë më normale. Do jenë strukturat ato të cilat do të bëjnë gjitha propozimet, të gjitha mendimet, të gjitha kritika. Ne jemi parti e mendimit hapur, ne s'vdesim kur, sepse jemi parti e vlerave të lirisë. Kjo është e gjithë puna. Do ketë diskutim. Do ketë me dhjetra, qindra diskutime. Po, do ja themi njëri tjetri gjërat, do japim shpjegimet, do japim llogari, do marrim përgjegjësi. Pra, kjo është e domosdoshme. Në qoftë se nuk ndodhi, atyre që spekulojnë, nuk ndodhi, në periudhën që ne po mbronim votën, mbrojtja e votës për ne, ishte një rëndësie jetike, jo vetëm për Partinë Demokratike, për Shqipërinë. Ja ku është sot. Agjende parë në të gjitha forcat politike të spektrit djathtë në Europë. 10 ditë më parë, në San Paulo, në rendite, 4 ishin çështjet kryesore, njëra prej cilëve ishte Shqipëria. Këto u arritën. Tani, jemi një fazë tjetër, në një fazë që ne do përballemi me këtë të keqe. Kemi këtë mbështetje, kemi këto fakt, kemi këto dokumenta, kemi këto arritje në këtë fushë. Atëherë, mbetet në guximin tonë, dhe ne do të tregojmë atë. Pra, kjo është, nuk ka, janë gjëra të dukshme. Kur them të dukshme, ka patur që ta dini ju. Ka patur denoncime për X apo Y që po punon kundra nesh. Por në fushata është fushatë. Dhe në fushatë nuk edhe mund të nërmerëshin masa, sepse fushata është aktet më të rënda që mund të kryesh është të punosh kundër në betejë, të shmangësh, të dezertosh. Por janë lanë që të bëhet analiza. Kjo është. Ndërkohë, në udhëzimin e shpërndar për degët e Partisë Demokratike, nuk është e përcaktuar qartë nëse do të ketë analizë për drejtuesit politik që rezultuan humbës. Dhe nëse do të ketë, kush do ja bëj analizën drejtuesve politik? Do ketë analizë për çdo njeri
një parti e lirë nuk njeh kufi. Absolutisht. Se cilit nga ne do dëgjojmë zërin e tyre. Ka gjëra që ata kanë që bazë që njerëzit militantë dhe antarë, simpatizantarë kanë drejt. Ka gjëra që duhet t'ja u shpjegojmë, nuk i di. S'kan faj. Nuk janë informuar, duhet t'i informojnë. Se këto, pra, ju e kuptoni që përpjekje e madhe shumë që ne të mos denonconim krimin elektoral, të mos i dilim zot votës. Përpjekje jashtëzakonshme nga Edi Rama. Kërcënim direkt ndaj drejtuesve të misioneve ruse. Sikur të ishin në Banditistan dhe jo në një vend antar të Këshillit të Evropës dhe që ka negociatat. Ka të tjerë që vraponin o analizë tani në mënyrë që të bëjmë gjithçka që Edi Rama të japim materiale Edi Ramës për të dobësuar raportin. Ka të tjerë të cilët pristin që të mund të thoshin se këto ishin zgjedhjet më të mira, në mënyrë që të mohojnë farsën elektorale, të mohojnë narkodiktaturën, të mohojnë diktaturën autoritare. Po këta janë sklever. Njerëz që janë njëra, nuk meritojnë lirit. Se këte që bëjmë ne, bëjmë për çdo shqiptar. Për çdo shqiptar. Ne patëm programin më të shkëlqyer në historinë e vendit. Ne morëm ekspertin më të shkëlqyer të planetit. Por farsa elektorale, jo që su nalue, po mori për masat më gjigande se kur. Kështu që ne jemi pra, nuk i mbyllet kujt goja njërë, kjo t'jemi të qartë. E vetëmja kërkes, e vetëmja gjë që kjo analizë bëhet brenda partisë. Si ta duan të hapur me media, të mbyllur pamja, si të kenë qef, nuk ka asnjë s'kan asnjë lloj kufizimi.